fajit. Nuk ka faj as PDK, as TDK dhe as AK në këtë rast, për shkak se faji gjithmonë qëndron tek partia e parë që ka dalë fituese. Nëse kthehemi mbrapa në retrospektiv, edhe e shohim, po. Jo, kërkoj nga E numrova. I numrova. Nga cila datë i numrova? Nga 4 nga 5? Prej 5-it, 19 është data e fundit, domethënë 23:59 përfundon mandati. Është debat këtu po. Prej 5 prillit i numrova, 19 që i bjen e 4-6 ditë. Kështu që i bjen e 12 është e fundit. Po s'është me rëndësi kjo se unë mendoj që s'ka zgjedhje. Ti mendon që s'ka zgjedhje? Jo, unë mendoj që s'ka zgjedhje. Unë mendoj që këto çka ato e bëu. 19 prill mish. Shihemi këtu drejt për drejt. Ani 12 thuj bile, mos 19. Këto çka është e bëu vetvendosja, ose jo vetvendosja, po çka ato e bëu Albin Kurti bashkë me Dejona Mihalin, ka të bëj thjesht me Erinë Nështru edhe një herë Vjosa Osmanin, sepse ka qenë Erinë Nështrume, ka qenë nënshtrume për mandatin e saj, 4-5 reagime ka pas kundër VVS ose kundër qeverisë ose kundër Albinit, pjesën tjetër ka qenë gjithmonë e nënshtrume nga diktati edhe i Albinit edhe i Dejonës, kjo është shumë e qartë. Këta që ka e të elon deri në ditët e fundit me e lodh mirë, me nënshtru mirë, dhe në fund me të regu që kemi bo presidenti herën e parë na, edhe prap na jemi ata që të bëjmë presidente, sepse kërkush tjetër nuk mundet me të bo. Edhe prandaj mendoj që këtë që kjo lojë që ka bëhet, do ka bëhet thjesht me e nënshtru, përkundrazi, ta përfundoj. Logjika është kjo. I vetmi politikan momentalisht që Albin Kurti i friksohet me i dalë për botën në zgjedhje është Vjosa Osmani. Dhe tash imagjinojeni ju, Albin Kurti mos me e rikandidu edhe një herë Vjosa Osmanin, me pretendimin që dështon shkon venin në zgjedhje, edhe pastaj Vjosa Osmani kundër Albin Kurtit në zgjedhje, kjo është rrezik shumë i madh për Albin Kurtin dhe për vetvendosit. Dhe a hin Albinin këtë rrezik? Jo, për shkak se unë mendoj që Albini i mot shumë mirë senet. E para, e dyta, më mirë me pas kandidat jo nuk nihet. Përkundrazi Albin Kurti me mujt, krejt partit politike i shumë. Me çfarë do partie? Cila është siguresa që neve na jep garancinë që zoti Kurti e sheh kandidatët të fuqishëm. Arben, se mblat me përfundu. Përndryshe, nëse Albin Kurti do me shku në zgjedhje, karta e tij më e mirë me shku në zgjedhje është kjo. E kandidon Vjosën, hyn seancë, e ka mundësi. E ka mundësi. Mja votu, atëherë thotë kemi presidentin dhe vazhdon qeverisit. Po për me dosh me shku zgjedhje, e din që s'ka vota Vjosa, e kandidon Vjosën, dështon, i thotë unë e kryva punën teme, të kandidova, nuk i mujt me siguru vota. Baza për ta nisur analizën e parë. Arsye për me fajsu opozitën. Çta kuptoj qëndrimin? Ti vlerëson që ka divergjenca mes Albinit dhe Vjosës? Ka divergjenca të vogla, jo shumë. Kanë divergjenca sa i përket kompetencës vetme që ka presidenti, që është politika jashtme. Apo nuk kanë, janë në harmoni të plot. S'ka kompetencë. Sepse nëse konstaton që janë në harmoni të plot, atëherë bie që do të ketë kandidaturë të zonës Osmani në fund dhe do të bëhet presidenti. Kjo është edhe një logjik tjetër. Nëse Albin Kurti ka hyrë në zgjedhje me 28 dhjetor, edhe ka kriju qeverinë sot, edhe nëse është kabinetin qeveritar, nuk i ka ndruar asnjë ministër. Kritikisht aty ministrat që i ka pas, atëherë me çfarë logjike po e ndron presidentin? Se ka pas në zgjedhje